Djali ma qat. Pufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks. Ujqit pushtojnë bazën. Ma pritë mua. Pushim! Juhu! Ndjes fëmi, këndi i lojave është i mbyllur. Disa kafshë të egra e kanë përdorur si strofkë dhe e kanë lënë rumuj. E cila kafshë lexon libra me figura? Mirë shtrifen kundër dhimbjes së tmerrshme të dhëmbit? Kush e grisi këtë? Ujqërit. Ato leshatorët razovash po përpiqen të gjejnë një vend të ri ku të rrinë. Ose që ta pushtojnë shkollën, ta kthejnë atë në një strofë ku i qërish. Bëjmë mirë të gjejmë ku janë. Herojt me pijame ja ku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë! Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali ma qat. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! Hej roboti me pijame, i ke parë Ujqërit? Do t'i gjejmë ne. Tek avioni i Bufes. Në zoo kishte shumë pluhur. Libraria kishte shumë libra. Prisni, si thoni për një shtëpi në pemë? Shumë gjethe. Na duhet një strofë që të jetë e veçantë. Shpejt shiuni! Ja ku qenë nga fëmijët e pijame. E dini çfarë do të thotë? Ka ke zbërës këtë i vërdall? Ne jemi ujqërit e mëdhenjit të këqinj. Shikoni atje. Baza e tyre! O po, shumë e bukur. Dhe e paruajtur. Forca! Jam djali Mace. Shpejtësia e Maces. Na lërtojim, na lërtojim. Jam Gecko, më mban mend mua? Herojnë me pijame, herojnë me pijame. Po e te proni. Strofka jone e ujqeve. Gjithë këto gjërat e bukura janë tona. Ujqërit kanë pushtuar bazën? S'ka mundësi, do të futim putrat e tyre në të gjitha gjërat tona. Duhet t'i nxjerrim që aty. Shiko se çfarë gjeta. Po, a mund ta mbajmë? Unë kam dashur gjithmonë një kafshë ujkobot. Pa, mund të na hyjë në punë. Na trego pak vendin. Ej, mjaft, po më budolis. Nuk do të largohemi. Ndaj nëse nuk sillesh mirë dhe të bësh atë që të themi ne, do ta tregojmë ne, apo jo? Do të fillojmë të bëjmë jarg atë videolojën e madhe. Oh, bukur! Unë do të luaj. Hej! Nuk është videoloj. Duhet të jenë komandat për strofkën tonë të re të ujqërve. Do të shtyp çdo buton derisa të gjej një mënyrë për të kyçur derën. Edhe nëse e bëj këtë vend të shpërthej. Ha! Ta hodha! Tani shokët e tu heroj nuk mund të hyjnë. Oh, ujkobot! Dua një lëng frutash. E dua me mana ujku. Mua me lule shtrydhe. A ka me kivi dhe ananas? E kanë mbyllur.
Jam duke hyrë nga një kapanxhe dhe do t'ju fus edhe ju. Super kapja e hardhucës. Oh, ujkobot! Jepi ujkobot, jepi! Çfarë qefi? Është koha për fest. O sa bukur. Shikoni Dima, është një film me superheroj. Ha? Fëmijët me pijame, po përpiqen të hyjnë brenda. Daloj ata! Duhet të ketë ndonjë fush force ose diçka tjetër. Ujkobot, rri aty ku je që të shoh. Super krevet e bufes! Të kapa! Faleminderit, bufe. Mirë, plani B. Do të notoj tek pellgu. Ose jo, sa po gjetëm butonin e fluturimit. Jo, baza jon. Çfarë po ndodh? Fantastike! Kjo nuk është thjesht një strofë ujqërish, është një raketë ujqërish. O, po sa frik. Nuk e kupton? Kjo do të thotë që mund të shkojmë në hën. Do bëhemi plotësisht ujq. Po! Sa mirë! Hip hip, juhu! Të shtyp butonin e fluturimit, cili ishte nga këta. Ky këtu? Ky këtu! Si do të notoj unë tani? Për aq sa ata nuk e din si funksionojnë gjërat, do të fitojmë pa kohë. Roboti me pijame është aty brenda. Ndoshta mund ta marrë ai nën kontroll. Ai është presa jonë e vetme. Nëse humbim bazën tonë, humbim gjithçka. Roboti me pijame, mundohu të fshihesh dhe fik motorin nëse mundesh. Duhet të jetë një nga këta butonat. Ep, dep, dep! Duhet të jesh ti! Jep, jep, jahu! Dhe tani do të nisemi! Roboti me pijame, fik motorin. Ha? Pse ndaloj kështu? Kevin, çfarë i bëre? Asgjë. Hey, ku është ujkoboti? Ja ku është! Po përpiqet të na ndaloj duke e kontrolluar në distancë. Hey, Dima, ja dola. Dima. E humbëm. Më thoni që kemi një plan rezerv. Un kam një ide, forca nuk kemi shumë kohë. Super muskujt e Gekos. Bukur. Mendoj se e gjeta se si të hy. Po tani çfarë po ndodh? Duhet të jetë ai ujkoboti. Ai punon me fëmijët me pijame. Kapeni! Roboti me pijame. Oh. Roboti me pijame. Jepi bufe. Për pak fare. Ja ku po ikën baza jon super e mirë. Hey, nuk duam të humbasim edhe ty. Ne kemi vetëm njëri tjetrin. E drejt, asgjë nuk është më e rëndësishme se kjo. Bëre gjithçka që munde për të na ndihmuar robot. Ndjes që të vendosëm në rrezik. Vërtet, mendon sa mund ta rifitosh kontrollin e bazës? Është shumë lart. Është jashtë diapazonit. Ky plani më duket super me rrezik. Më pëlqen. A je i sigurt për këtë, shoku hero?
Ke të drejtë. Koha të bëhemi heronj. Super muskujt e Gekos. Pse gjitja më duket si zbritje? Po i afrohemi pikës së uljes. Na pritën, ja ku po vin. Bëuni gati të bëhemi plotësisht uq. Po ju di, mos i erdhët nën. Oh, nuk kemi shkuar askund. Kjo këtu është baza jon. Gjeni ndonjë kock. S'ka shanse. Roboti me pijame, ashensorët dhe dera me kurte qatis të lutem. Nëse mundesh. Bazë, mbla bazë. Sa mirë që u kthyem. Po, por ky vend nuk do të ishte njësoj pa shokun tonë robot, pra. Faleminderit roboti me pijame. Është një pajisje kërcimi. Heroj me pijame për tisni ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Ujku i mirë. Kevin, mos rikot aty. Na ndihmo pra. Nuk e di Dima. Jeni të sigurt që duam të bëjmë rëmuj me bojra? Po, forca. Do vendosim putrat tona në vendet më gazmore. Dhe unë e di ku të fillojmë. Se nuk vizatojmë diçka të bukur më mirë? Unë jam portieri. Kujdes ku shkon. Wow, çfarë është kjo? Gjurmë putrash, do të thotë ujqërit. Dhe nëse ujqërit janë vërdall, kanë plane të këqija. Heronjt me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Çfarë ke gjetur roboti me pijame? Ata ujqër po bëjnë shumë rëmuj, por do t'i gjej me njëherë, me sytë e mi të bufes. Le të marrim mjetin e Gekos. E hatashme. Maja tashme. Po numëron sa gjurmë kemi bërë, Kevin? Mirë, sepse unë do të Dështim total. Mjaft bë qytetin plot me gjurmë, ujqër. S'ka mundësi, është shumë qejf. Të shkaterosh gjëra nuk është qejf, është keq. Ne jemi ujqër, supozohet të jemi të këqinj. Nuk mjaftojnë qimet dhe zëmbët për ta kuptuar? E po, edhe Kevin i ujkës. Nuk po tregohet i keq. Unë mendoj se gjurmë me putra nuk janë e vetë me gjë që mund të bësh me bojën. Pa, por ai është më gazmori. Forca, të marrim më shumë gjëra. Au, au, au! E mbaj mend unë këtë butonin. Harduca zvaritëse. Unë urrej kur lagem. Forca, je një ujk apo një pul? Kok, kok! Faleminderit që gjërmovëm mjetin e Gekos, roboti me pijame. Janë tek shkolla. Dhe jeni mbrapsht bojën. Kevin, lëvizi këmbët, po
vini bërësit me pijame. Pendët e futës. Shkoni pas tyre, unë përgjej Kevinin. Ufsi. Lule e bukur. Oh, faleminderit. Oh, ti? E kam me të vërtetun. Unë mendova se ju herën në ky pëlqej që ne vizatojmë kudo. Ti nuk je duke vizatuar kudo, po vizaton në një copë letër. Kjo nuk ka problem. E sheh? Pem shumë e bukur. Kjo është arsyeja pse nuk të pëlqen loja e ripit të ulëritësit, sepse atyre ju pëlqen të bën rëmuj, ndërsa ty të pëlqen të vizatosh. Mendoj se po. Ti je një ujk i mirë. Ndoshta, ndonjëherë. Jo, nuk mund të jem. Ripit dhe ulëritësit thanë që ujqërit nuk janë të mirë. E po, si ka mundësi që një ujk i keq të vizatoj diçka të bukur? Dëshiron të vizatojmë bashk? Le të filloj rëmuja. E kapa! Hej! Le të filloj qërosja. Mere, faleminderit për shefin që ndjeva kur vizatova me ty. Oh, Kevin, kjo ishte argëtuese. Kush do ta kishte menduar se një ujk e një ardhuc mund të kalonin kaq mirë? Po, ndoshta duhet ta bëjmë këtë hardhuc një hardhuc ujk? Unë mendoj se është qef të jesh ujk i mirë her pas here. Kevin, çfarë je duke bërë me këmbë hardhucën? Supëzohet të merje me shumë bojëra, jo të filloje të luaje. Aha! Prap su penduse. Hip, hip, hip. Jip, jip, jip. Super kapja e hardhucës. Kevin, dim, na duhet më shumë hungërim. O zot, nuk e di dima. He pra soku. Nuk do të jem gjatë gjithë kohës një ujk i keq. Do të jem i mirë. Unë do të jem një ujk i mirë. Varja. Jip, jip. Çfarë të ka gjetur sonte, Kevin? Ta kemi thënë, ujqërit janë të këqi. E ka nga që ndenjë me atë këmbë ardhucën. E shpër si ata. Jo, të qenit ujk nuk do të thot gjithmonë të shkatër gjëra. Në fakt ashtu është. Unë do të jem ujk si dua unë. Ndonjëherë do të jem dhe pakës e mirë. Nuk ekzistojnë ujqërit e mirë. Ai nuk quhet fare ujk. A do jesh me ne, Kevin? Atëherë nuk jam. Nuk jam pjesë e tufës. Ha? Mirë. Eja ulëritës. Nuk jam fare ujk? Ishte e çuditshme. Një vend shumë i lartë gjithashtu. Si mendon ti, Kev? Ujqit shkatërojnë. Duhet t'i ndalojmë ata ujqërit. Po, por si t'ja bëjmë me Kevin? Ha? Hey, pse ke mbetur vetëm? Ku janë ripi dhe ulëritësi? Nuk jam pjesë e tufës. Unë u mendova të ishe një ujk i mirë, por ripi dhe ulëritësi më thanë që nuk mundem. Ti bëre gjën e dur duke dëgjuar veten tënde. Por, sikur të kenë të drejtë. Po sikur një ujk i mirë të mos jetë fare ujk. Më duket se është roboti me pijame.
Hardhuca zvarritëse, emergjencë ujqëris. Rip, ullëritës, zbrisni poshtë I lutem. Jemi një familje. Përpara se të vriteni. Ti nuk je më pjesë e tufës, Kevin. Çfarë interesosh për ne? Nuk të spresim kur poshtë. Kjo është e atashme. Po flash pupuritëse, po shkoj ti ndihmoj. Ata po ngërin nga frika. Si mund t'i ndihmojmë nëse nuk mund t'i afrohemi? Ti mund t'i ndihmosh, shpëtoj shokët e tu dhe vërtetoju që një ujk mund të jeti mirë. Si mendon? E Jani! Super kapja e Hardhucës. Duhet të hungërish kur t'ju shkojmë afër. Luftoje hungërimën me hungërim. Pra ata janë dy. Nuk ka shok se që hungërima ime të jetë më e fortë. Hungërima e një ujku të mirë është më e forta nga të gjitha. Është koha të bëhesh hero. Jep. Wow! Çfarë hungërime, Kevin? Është hungërima e një ujku të mirë. Forca, të zbresim që këtu. Mos me rëzot djali Ardhuc. Mos me... O, zvarani krëshqitës. Gecko, erdha! Wow! Nuk ishte thjesht e mirë, Kevin. Ishte e atashme. Ne të duam, Kevin. Ti je më I miri. A do të kthesh te tufa jon tani, të lutem? Të lutem. Sigurisht që po. Nuk kemi thjesht një tufë. Jemi një familje. Pra, një ujk mund të jetë I mirë ndonjëherë? Po, një herë në hënësën e njerëzve ujq. Ju shok, jeni të papar. Unë jam më I papar. Unë jam më e papara. Pafshim. Ujqër. Çfarë është ajo? Një gjë me një hardhuc ujk. Hardhuc ujk? Ose ujk hardhuc. Heronjt me pijame për tisni të gjithura, sepse gjatë natës I shpëtuam të gjithë.